pra, 40 vite kthehet zonja, është e mbushur me emocion dhe është kënaqur darkë. Vërtet shumë interesante. Tani, turist huaj pam, vizitor vendas pam, atmosferën. A kishte këngë atje, a kishte atmosferë si bëhet unë Shkodër? Atmosferë the, po mua vetëm kjo atmosfera më bën që të shkoj prapë në Korçë. Një herë në javë duhet shkuar në Korçë vetëm për atmosferën. Atmosferë fantastike. Dhe ti shkon dhe gjen një këngëtare e cila nëse do të shkoje tek këto këngëtarët e jugut, në thojza të çmend me pogonishte më. Po këtu ti merr të gjitha valle nga veriu dhe në jug do kemi më pas një material. Po do të bindu për këtë. Sot kam ardhur me dëshmi, me inserte që duhet i ndjekësh njëra pas tjetrës. Bëhet fjalë për Lazarela Deti. Është një personazh shumë i njohur nga shkodranët. Është një zonjë që nuk di të plagës apo më duket shumë një fjalë që se kam gjetur tamam me freskët më. Edhe ishte veshur si një vajzë studente, nuk durova dhe i bëra dhe një kompliment. Ajo ka një dashuri shumë të madhe për shkodranët, sepse sa herë që vinë shkodranët, në fundjavë, sidomos tani në dimër e ka full me shkodranë, edhe krijohet një respekt shumë i madh. Aty ku është Lazarela, shkodranët i vënë tek ky rrethi afër Lazarelës, se krijojnë atmosferë, ata kërcejnë fort. Po kërcejnë fort, edhe fillojnë këto vallet e veriu pasaj që e bindin dynjan, thuhet ndryshe. Dhe Lazarela ka një dashuri shumë të madhe për shkodranët edhe në këtë intervistë ajo e thekson gjithmonë edhe më shumë këtë. Le të ndjekim se si e vlerëson Lazarela një shkodran. Bukri, randofi, mos ja kam as kujt një herë, se për mu vetëm ke qirë. Shumë kënaqësi që shikohemi sërish në Korçë. Për teleshikuesit, ju keni qenë dhe para 5 viteve përmes emisionit Aromë Shkodre. Dhe ja ku vim sërish në Korçë. Po të shohim shumë më të re e shumë më të freskët. Si duket e dashuruar Martin. Dëgjoj, kur më thonë kështu, unë nuk impresionohem shumë, sepse vitet janë në kurizin tonë. Do të thënë kënga për ne na rinon gjithmonë kënga, por mua më rinon Shkodra, të them të vërtetën, sepse kur vinë shkodranët këtu, çdo të premte, çdo të shtunë, nuk se merrni dot me mend se çan njerëz janë. Faleminderit Shkodrës, ju uroj një vit të mbar, suksese të gjithëve, suksese juve. Faleminderit shumë që zgjidhni pamër. Shumë faleminderit. Jo në atmosferë shkodranët dhe çfarë ka ata specifike? A ke të vështirë repertorin e këngëve të Shkodrës, se të kemi parë deri në Dibër? Shko, unë nuk e kam të vështirë, po puna është se ata këndojnë vetë, moj motër. Ata këndojnë vetë. Qefi bëhet me shkodran. Kot nuk e thotë Zoti Bujar Qamili. Kështu që unë këndoj bashkë me ata. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Shumë suksese dhe një vit i mbar për ty. Një vit i mbar gjithë shkodranëve, juve një vit i mbar dhe një vit i mbar dhe ne, pse jo. Faleminderit dhe Korçës, faleminderit shumë. Si u kjo puna
qe